Në të njëjtën kohë, Papa nënvizon se izolimi ndërkombëtar i Izraelit po thellohet. Ai vëren se, ndryshe nga e kaluara, kritika ndaj Izraelit nuk vijnë më vetëm nga shoqëria civile, por edhe nga institucionet ndërkombëtare. Kjo sipas tij është një shenjë e qartë se legitimiteti global i shtetit po dobësohet. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm, sipas historianit, është një ndryshim i qëndrimit tek hebrejt të rinj në diasporë. Ai argumenton se një pjesë gjithnjë më e madhe e tyre po distancohet nga sionizmi dhe po i bashkohet lëvizjeve në mbështetje të palestinezëve. Ky ndryshim, sipas tij, ka implikime të mëdha për fuqinë e lobit izraelit dhe ndikimin ndërkombëtar të vendit. Papa gjithashtu vën në dukje dobësitë e ushtrisë izraelite. Edhe pse ajo mbetet një forcë avancuar teknologjikisht, ai argumenton se ngjarjet e fundit kanë ekspozuar kufizimet e saj dhe varësinë e madhe nga mbështetja amerikane. Kjo sipas tij ka krijuar një perceptim të ri brenda vetë shoqërisë izraelite për pasigurinë dhe mungesën e gatishmërisë. Në anën tjetër, ai thekson se një faktor vendimtar është energjia e re që po shfaqet tek gjenerata e re palestineze. Sipas tij, kjo gjeneratë është më e organizuar, më e qartë në vizionin e saj politik dhe më e gatshme për të ndërtuar alternativa të reja. Ai vëren se diskutimet mes të rive palestinez po fokuson gjithnjë më shumë në modele të reja politike, përfshirë idenë e një shteti të vetëm.